Rikthehemi sërish në studio, në pjesën e tretë më të informacion do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për debatin e ndezur atje përsa i përket mos konsensusit për të gjetur një emër të përbashkët për presidentin e vendit. Drejt për drejt në bisedë do të kem Lulzim Veliu analizë, do të Veliu ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, gjykata kushtetuese dje pezulloi dekretin e presidentes Osmani për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Si e pat ju këtë vendim? E zgjidh kushtetuesja ngërçin e krijuar apo e thellon më tej? Unë mendoj se vendimi i gjeshëm i gjykatës kushtetuese ishte pasojë e dekretit të Osmani, presidentit të Republikës së Kosovës, mirë po, vendimi i djeshëm nuk është se ka zgjedhur ndonjë problem, por në një farë mënyrë ka pezulluar punën në kuvendit deri me datën 31 mars të këtij viti dhe si vjedhoi pra pritet gjatë kësaj periudhe kohore të kemi edhe një vendim të dytë i cili do të na sqaroj në detaje tutje, do të kemi një parlament të shpërndar, apo do t'i kthehemi edhe njëherë procesit të votimit të presidentit të Republikës, pra mundësi së zgjedhjes së një presidenti konsensual në këtë mënyrë, pasi që formë tjetër nuk ka, pasi mungojnë numra si nga subjekti në pozitë lëvizjave të vendosja, ashtu edhe nga opozita, pra asnjëra nga forcat politike nuk e kanë të mundur të arrijnë numrin të 10 për të zgjedhur presidentin si e vetme, dhe në këtë mënyrë kemi një pezullim të punës së kuvendit deri me datën 31 mars dhe pas një debatit të madh që është zhvilluar ditëve të fundit në Kosovë se kishte apo nuk kishte të drejtë presidenti për një vendim të tillë, kemi pasojat e këtij vendimi që solli dje pra gjykata kushtetuese. Në këto momente nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se presim vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese, që unë besoj se do të vi më shpejt se data 31, ndoshta java tjetër apo në fillim java e dytë nga tani do të sjell një vendim i cili do të sqaroj institucionet, do të sqaroj parlamentin e Kosovës, por edhe subjektet e politike parlamentare se cilat duhet të jenë veprimet në të ardhmen në mënyrë që vendi do ketë një president ose do t'i drejtohet sërish kutive të votimit që sipas mendimit tim gjasat janë shumë më të mëdha për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme se sa të kemi një president i cili do të zgjidhet me një konsenzus të gjerë. E qartë, po vendimi i presidentes Osmani për të shpërndar kuvendin ishte një vendim i duhur apo një vendim i nxituar? Nga ana tjetër vetëvendosja e ka quajtur si vendim antikushtetues. Ju si mendoni? Po, një gjë të tillë është vështirë për ta thënë, ndoshta përgjigjen më të saktë rreth atij vendimit të zonjës Osmani do të jepnin vetëm konstitucionalistët apo ata njohësit e mirë të kushtetutës, se sa ne të tjerët që Kemi një shkëputje me zotin Veliu, jemi drejt për drejt nga Kosova me analistin Lulzim Veliu. Pauzat e Veliu. Po ju dëgjoj shumë mirë gjatë gjithë kohës, pra çka desha të nuk e di sa u dëgjova, por pjesën e kushtetutës apo vendimit të zonjës Osmani, presidentës së Republikës Kosovës, nuk e di, nuk jemi ne në gjendje të zbërthejmë, ndoshta një përgjigje më të mirë do të emrin konstitucionalistët, njohësit e kushtetutës. Por sido që të jetë, një gjë e dim, se me kushtetutën e Kosovës, presidenti i Republikës duhet të zgjidhet 30 ditë para mbarimit të mandatit. E ja fati ka mbaruar për zonën Osmani dhe si e tillë, unë mendoj se është në rregull që vendi duhet të shkojë në zgjedhje dhe do të shohim si do dalim me rezultatet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ndërkohë, vendi sapo doli nga dy palë zgjedhje, zoti Veliu, ndërkohë që jemi sërish në këtë rrugën e zgjedhjeve, pse nuk arriti Kosova të gjejë një emër për presidentin e vendit për ta shmangur këtë ngërç dhe sa e gatshme është të shkojë sërish në zgjedhje? Unë mendoj se një ego e madhe e liderëve politik, por edhe subjekteve politike për pasur të gjitha pushtetet në dorë e çon vendin tek zgjedhjet. Unë mendoj se zgjedhjet e tanishme janë shumë të panevojshme.
është shumë më zgjedhje do të ishte gjetja e një emri konsensual që do pranohen nga të gjitha subjektet, mirë po me sa u duk, për një gjë të tillë nuk ishte i gatshëm ministri aktual e as edhe lëvizja vetëvendose, e pastaj një lojë të mirë ka luajtur në këtë rast edhe subjektet politike opozitare, sidomos Partia Demokratike, ndërsa Lidhja Demokratike në këtë situatë nuk e kishte një fuqi për të luajtur një rol vendimtar, pasi që ka vetëm 15 mandate në Kuvendin e Kosovës, e mandate të cilat në shumë raste mund edhe të ndajnë votat për shkak të përçarjeve të tyre të brendshme. Pse nuk e mbështeti zoti Kurti zonjën Osmani për të rikandiduar si presidente e vendit? Po këtë është parë një përçarje në mes të këtyre dy personaliteteve dhe erdhi një moment që zoti Kurti nuk ishte i gatshëm që të ndajë votat për zonjën Osmani dhe ta zgjedhë edhe një herë edhe sërish në postin e presidentit. Unë mendoj se për gjatë mandatit të saj ajo nuk e kreu detyrën e një presidenti apo të një presidenti që është politikus për të gjithë faktorin shqiptar në atë vend, pasi që në të gjitha rastet apo në shumë raste ishte në krah me pushtet, me lëvizjen vetëvendosje, por ishte më tepër se të gjitha shifte interes e saj personal dhe mundësinë e saj për të zgjedhur. E bëri një luftë të mërshme si në arenën ndërkombëtare, ashtu edhe në ato kombëtare për të përfituar edhe një herë në postin e presidentit, mirë po ja që erdhi momenti që edhe ajo këtë gjë nuk e arriti dhe me siguri se ajo tani do t'i kthehet garës elektorale në Kosovë, pra ndoshta me krijimin e një subjekti të ri politik ose edhe me bashkimin me njërin nga subjektet aktuale politike. Zoti Veliu, nëse do të kemi këtë që ju sapo thatë, pra që do t'i bashkohet zonja Osmani një partie politike dhe do t'jetë në zgjedhjet, nëse do t'ketë zgjedhje atë parakoshme në Kosovë, si e shihni përballjen me zotin Kurti? Mundet që zonja Osmani të dalë mbi zotin Kurti? Unë mendoj se zonja Osmani në vitin 21 ishte ajo që i dha shtyp më të fuqishme lëvizjes vetëvendose për të ardhur në pushtet me 50%. Pasi një pjesë të mirë të elektoratit që e morrin nga Lidhja Demokratike, ju bashkuan lëvizjes vetëvendose dhe arritën deri te numri 58 të shifrës 21 për të qenë të vetme në qeverisje. Ndërsa tani rikthimi i saj në LDK apo dhe krijimi një force politike nuk mund të themi se do të arrijë një gjë të tillë, pra që ta rikthejë në tërësi. Mendoj se do të ketë një ndryshim të dukshëm në strukturën e të ardhshme parlamentare, por jo në atë masa për të tejkaluar hudin dhe për të dalur si forca kryesore. Unë mendoj se edhe në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që ato që do bëhen, sërish forca kryesore në vend, e cila do të jetë me numrin më të madh të deputetëve të jetë lëvizja vetëvendosje, jo me numrin aktual që ka sot, por do të jetë numrin më të madh të deputetëve, por jo për të krijuar qeverinë e vetme. Zoti Veliu, ka zëra se kryeministri Rama ka lobuar për rikandidimin e zonjës Osmani. Si është komentuar kjo në Kosovë? Po mirë, kohëve të fundit është parë një marrëdhënie në mes të kryeministrit Rama dhe zonjës Osmani, që në fakt zonja Osmani për vitet të tëra, si gjatë periudhës kur ka qenë pjesë e Lidhjes Demokratike, ashtu edhe në periudhën kur ajo erdhi u bashkua lëvizjes vetëvendosje, Rama në shumë si armik të tyre, jo diçka më pak, por si armik të tyre. Mirë po ja që interesat e ngushta personale edhe i bashkojnë njerëzit. Pra, në këtë rast është interesi i saj vetëm për të arritur në qëllimin e saj për të rizgjedhur presidente. Mirë po edhe një gjë e tillë nuk i ndihmoi, pasi që zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje menduan dhe vendosën ndryshe. Zoti Veliu, a shihni ndikim nga Beogradi në këtë situatë krijuar në Kosovë? Unë nuk jam i prirë që gjëra të tilla ti drejtoj ka Beogradit dhe zëstëm së rëzlikimi tyre. Unë mendoj se e gjithë kjo rëmuj dhe e gjithë kjo papërgjithësi dhe e gjithë kjo është fal papërgjithësisë
se subjektëve tona dhe të liderëve tanë politikë. Jam i prirë që fajnë të gjithë të Beogradi, apo nga njerëzit që të lidhur me Beogradit. Në fakt të kemi të bëjmë me politikajnë, me liderë dhe me subjekte shumë të pa përgjithshme kundrejt elektoratit të tyre dhe votuesve të tyre. Si mendoni se do të ndikoj kjo situatë në marrëdhëniet me ndërkombëtarët, konkretisht me Bashkimin Evropian? Për shembull, Marta Kos, komisionerja, ka anuluar vizitën e paralajmëruar në Prishtinë në datën 12 mars. E gjithë kjo situatë, si do të ndikoj në këtë marrëdhënie? Unë mendoj se gjërat e tilla nuk janë pozitive. Nuk priten pozitivisht as nga vendet e Bashkimit Evropian e nga partnerët tanë të tjerë, pasi që Republika e Kosovës ka kaluar më tepër se një vit pa punën e parlamentit. Pra, në dhjetorin e vitit 24 ka qenë seanca e fundit e parlamentit të Republikës së Kosovës dhe i tërë viti 25 nuk e ka pasur as edhe një seancë pune në të cilën është miratuar ndonjë ditë. Ka ardhur deri te zgjedhjet e 28 dhjetorit, zgjedhjet e cilat sollën qeverinë Kurti me 51.1%, që në fakt për nga numrat ishte qeveri e fuqishme dhe e cila ka pasur mundësi të zgjatë mandatin, pra të kryej mandatin, të bëjë një mandat të 4 vjeçar, dhe po ja që posti presidenti, ego e madhe personale, shumë personale nga shumë individ, por edhe nga subjektet e politike e bëri që ndoshta do të kemi zgjedhje të parakoshme në Kosovë. Zoti Veliu, për ta përmbyllur, pra ndoshta do të ketë zgjedhjet parakoshme, por në fakt çfarë mund të ndodh pas 31 marsit? Përfundon pezullim i kushtetueses, a do të ketë shpërndarje të kuvendit, mos funksionim, do të ketë përgatitjet për zgjedhjet, pra çfarë mund të ndodh pas 31 marsit? Po, gjithë ajo se çfarë do të ndodh pas datës 31 mars do mbartet nga vendimi i gjykatës kushtetuese që pritet të bëhet para datës 31 mars. Unë mendoj se dikun data 25-6 marsi do të jetë data kur do të kemi vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese, vendim i cili do t'ja tregoj rrugën të gjithëve se çfarë duhet vepruar në të ardhmen. Vendimet e gjykatës kushtetuese, çfarë do të qoftë se ato që kanë qenë edhe më herët janë pritur mirë dhe janë respektuar nga të gjitha subjektet politike, e një gjë të tillë mendoj se do të ndodhë edhe me vendimin e ardhshëm të gjykatës kushtetuese. Zoti Veliu, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia është e ime. Mirë, vetëm pas pak në hapësirën sportive do të mund të ndiqni momentet e shortit të gjysmëfinale së Kupës së Shqipërisë në futboll, si dhe prononcimet e protagonistëve të skuadrave pjesëmarrëse pas hedhjes së shortit. Ne këtu kemi ardhur në fund. Faleminderit për vëmendjen.